Dronët po bëhen një pjesë thelbësore fushbetejës moderne dhe luftat e shekullit 21 po zhvillohen gjithnjë më shumë përmes teknologjisë avancuar, se sa në vijat tradicionale të frontit. Kjo është arsyeja pse droni Jackal i RAF konsiderohet një ndryshues loje potencial në armatimin modern ushtarak. Ky dron ka demonstruar një aftësi që shumë dronë të tjerë nuk arrin të realizojnë, dhe kjo mund të jetë diferenca mes fitores dhe humbjes në betejat e ardhshme. Le të hedhim një vështrim më të afërt se çfarë bën këtë dron unik dhe pse ai dallohet. Përpara se të vazhdojmë, nëse ju pëlqen kjo video dhe dëshironi të shihni më shumë të ngjashme me të, mos harroni të bëni like dhe të abononi në kanalin ton për të parë më shumë video të tilla. Jackal është një dron VTOL i vogël, i lehtë dhe modular, i cili ka kaluar fazën e konceptit dhe tashmë po ecën drejt testeve të Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar dhe demonstrimeve për mbrojtjen e forcave në fushë betejë. Jackal është një dron i lehtë, modular, me ngritje dhe ulje vertikale, i projektuar për të mbushur një rol kritik në operacionet e ardhshme ajrore luftarake pa pilot. Platforma është zhvilluar nga kompania britanike Flyby Technology, e themeluar nga ish piloti luftarak i RAF dhe Marinës Mbretërore, John Parker, në bashkëpunim me partner turq, Fly BVLOS Technology dhe Maxwell Innovations. Kërkimi dhe zhvillimi fillua në fillim të vitit 2022 në Drone Park brenda Teknoparkut të Universitetit Teknik Gebeze në Turqi. Pas kësaj, zyra kapaciteteve të shpejta e forcave ajrore mbretërore angazhoi Flyby Technology për të përshpejtuar zhvillimin e dronit. Në prill të vitit 2022, Jackal përfundoi me sukses fluterimin e tij të parë demonstrues, duke qëndruar në ajër për rreth 40 minuta. Rreth së njëjtës periudhë, dizajni dhe të drejtat e licencimit u transferua në Mbretërinë e Bashkuar. Flyby më pas filloi të punonte ngushtë me Ministrinë e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar për ta përmirësuar platformën në një sistem të gatshëm për betejë dhe të aftë për përdorim operacional. Si pjesë e këtij zhvillimi, Jackal u përshtat për të qelluar raketa të lehta shumë funksionale. Ekipet inxhinierike arritën këtë aftësi brenda një cikli shumë të shpejtë prej 6 javësh, diçka që nuk ishte bërë më parë për një UAV të kësaj kategorie. Testet e qitjes të kryera në fund të vitit 2022 dhe përsëri në pranverën e vitit 2023 konfirmuan se rikthimi i ulët i raketës e lejonte dronit të mbetej i qëndrueshëm gjatë lëshimit. Kjo tregoi një alternativë më të sigurt krahasuar me ushtarakët që avancojnë me armë të mbajtura në shpatull ose helikopter të pilotuar që afrohen objektivave të mbrojtura. Jackal është një UAV sulmues shumë funksional, i aftë të qëllojë disa raketa. Me një hapje krash prej rreth 5 metër, ai mund të bajë ngarkesa deri në afërsisht 15 kg dhe të operojë në distanca rreth 150 km. Arkitektura e tij modulare plug and play lejon integrimin e pajisjeve dhe teknologjive të reja mes misioneve, duke bërë atë shumë të përshtatshëm në mjedise luftarake dinamike. Ky dizajn gjithashtu mbështet përputhjen me standardet e ardhshme rregullatore dhe të vlefshmërisë ajrore. Përveç aftësisë së tij sulmuese, Jackal tani është pjesë e një programi demonstrues të Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar për mbrojtjen e forcave, me dërgesat fillestare të planifikuara deri në fund të marsit 2026. Droni përmban sisteme të avancuara si operimi përtej vijes vizuale të shikimit, integrimi taktik në fushë betejë dhe sensor shumë spektral për misione inteligjence, vëzhgimi dhe zbulimi. Kjo e bën dronin Jackal si të fshehet ashtu edhe vdekjeprurës. UAV ka demonstruar përputhshmëri me municione të lehta të drejtuara me precizion gjatë testeve, duke provuar aftësinë e tij për të goditur objektiva toksore nga ajri. Ai ka një rreze operacionale deri në rreth 150 km, duke përdorur lidhje të sigurta komandimi dhe kontrolli. Një tjetër mënyrë kyçe se si Flyby ka përmirësuar fshehtësinë e Jackal është përmes dizajnit të shtytjes. Droni përdor 4 sete me helika binjake kundërrotulluese, të cilat i mundësojnë ngritjen, qëndrimin pezull dhe uljen vertikale. Gjatë fazës së testimit, energjia për rotorët dhe ventilatorët elektrik me kanal erdhi nga bateritë, por versionet e planifikuara për prodhim pritet të përdorë një sistem turbogenerator. Ky konfigurim do të furnizojë motor elektrik me kanal të montuar në krah,
duke mundësuar fluterimin përpara dhe manovrimin me shpejtësi të lartë. Jackal ofron performancë breslënëse me një shpejtësi maksimale rreth 160 km/h dhe një shpejtësi lundrimi rreth 108 km/h. Një tjetër avantazh i madh i Jackal është se nuk ka nevojë për pistë për të operuar. Kjo është një përfitim kritik në mjedise luftarake, pasi pistat shpesh janë objektiva të cënueshme. Në vend të kësaj, Jackal mund të ngrihet dhe të ulet nga vende të fshehura si zona pyjore ose terren urban. Droni gjithashtu shman nga fatet e gjata të zhvillimit që lidhen me avionët tradicional. Ndërsa platformat konvencionale mund të kërkojnë shumë vite për të hyrë në shërbim, Jackal kaloi nga dizajni fillestar në qitje reale raketash brenda rreth 6 muajsh. Dizajni modular i përmendur më herët është një tjetër pikë shumë e fortë. Ai lejon UAV të mbetet i përputhshëm me armë, sensor dhe pajisje të ardhshme, ndërsa teknologjia e fushbetejës vazhdon të zhvillohet. Ky modularitet gjithashtu mundëson variante të ardhshme me kapacitet më të madh ngarkese ose rreze veprimi më të zgjeruar. Duke qenë i vogël dhe i lehtë krahasuar me avionet konvencional, Jackal është jashtëzakonisht manovrues, i aftë të lëvizë në hapësira të ngushta, rrugica të ngushta dhe mjedise urbane komplekse, duke ruajtur njëkohësisht shpejtësi të lartë. Ajo që e dallon vërtet Jackal megjithatë është aftësia e tij autonome. Software të avancuar dhe sisteme sensorësh i mundësojnë atij të navigojë në mjedise sfiduese me ndërhyrje minimale njerëzore. Kjo e bën një aset shumë të vlefshëm për misione zbulimi, vëzhgimi dhe goditje. Kostja relativisht e ulët krahasuar me helikopterët sulmues ose avionet luftarak e bën atë veçanërisht tërheqës për shtete që kërkojnë kapacitete luftarake pa pilot të përballueshme, pa rrezikuar jetën e pilotëve. Jackal ka tërhequr interes ndërkombëtar nga disa vende që po vlerësojnë platforma sulmuese pa pilot. Megjithatë, porositë më dha për eksport janë ende në fazë vlerësimi, ndërsa droni vazhdon zhvillimin dhe testimet. Sipas Flyby, Jackal mund të imitojë disa nga aftësitë e helikopterëve sulmues dhe avionëve luftarak me shpejtësi të lartë. Kjo përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në luftën ajrore dhe madje në sfidë për rolet tradicionale të aviacionit të pilotuar. Themeluesi John Parker ka deklaruar se Jackal u lejon forcave të qëndrojnë të fshehura, ndërsa angazhojnë objektiva nga distanca, pa sakrifikuar shpejtësinë. Ai ka theksuar se droni mund të qëllojë si në qëndrim pezull ashtu edhe në lëvizje, të ndjekë objektiva dhe t'i angazhojë ato njëkohësisht, të gjitha pa vënë në rrezik jetën e një piloti. Ekipi i Jackal po përgatitet tani për zgjerimin e prodhimit, ndërsa vazhdon të përmirësojë platformën përmes provave të mëtejshme. Ky dron përfaqëson një vizion të fushbetejës të së ardhmes. I kombinuar me dizajnin e tij të fshehtë dhe funksionalitetin autonom, është e kuptueshme pse Jackal ka tërhequr vëmendje globale. Edhe pse i frymëzuar nga mësimet e luftës në Ukrainë, kjo platformë ka gjasa të ndikojë operacionet ushtarake në mbar botën për shumë vite në vijim. Ndërsa kompanitë të tjera të mbrojtjes po zhvillojnë sisteme të ngjashme, Jackal konsiderohet ndër të parët e llojit të tij që ka përfunduar me sukses prova të avancuara të RAF. Cilat janë mendimet tuaja për këtë dron? Na tregoni në komentet më poshtë. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të bëni like dhe të abononi në kanalin ton për të marrë përmbajtjen tonë më të fundit, direkt me njoftimet tuaja. Faleminderit për shikimin.